të hymë në bisedime, jo kështu gjëra arbitrare, se unë dua kështu. Vetëm Erdogani i bën këto punë. Më fal. Nëse ndodh që godinë e teatrit shembet, unë nuk do të tretem në grop, por do të shtrihem atje. Ka qenë deklarata e ashpër e aktorit Robert Ndrenikaj në vitin 2016, pas vendimit të Bashkisë Tiranë me kryetar Erion Veliajn për shembjen e teatrit kombëtar të Tiranës. Kjo deklarata e ashpër u shua për 2 vite, pasi në vitin 2018 Ndrenikaj për mediat përshëndeti shembjen e teatrit nga Dore Veliajt, duke u shprehur se ky i fundit ka rënë dakord me aktorët që teatri i ri do të ndërtohet brenda 3 viteve me standarde moderne dhe pa kulla. E si çdo premtim tjetër dhe ky Veliajt u tret në varr. Më 17 maj 2020 teatri u shemb. Kanë kaluar 6 vite dhe në vendin ku ngrihet teatri i vjetër kombëtar, i shembur me firmë të Veliajt, nuk është ngritur teatr i ri për aktorët, por kjo si duket nuk përbën problem për aktorin Ndrenikaj. Themi këtë pasi ndonse Lali Eri i prishi teatrin, ndonse nuk mbajti fjalën që do të rindërtohet brenda 3 viteve. Aktori Ndrenikaj zgjodhi sot të dhurojë një shfaqje teatrale në gjykatën administrative, aty ku zhvillua seanca e radhës lidhur me padinë e ngritur nga kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj dhe e prokurorit Ols Dado. Ndrenikaj u pa me lot në sy, prekur tej masë shumë për Veliajn. Madje Ndrenikaj 84 vjeç i tha burgut hapu, duke u shprehur Veliajt se është i gatshëm të bëjë ai vitet e burgut që i ka mbetur Lalierit. Nuk është gabim të mbash anë, por kur je figure respektuar nga një popull i tërë dhe emocionohesh nga një pushtetar, mesazhi kthehet në politike. Lalieri ndodhet sot në burg për korrupsion. Veç kësaj, Erion Veliaj është ai që ka lënë aktorët pa teatr. Përsa aktori Ndrenikaj puthi, përqafoi dhe e qau për atë që i shembi punën dhe djersën. Nga deklarata se nuk do të prehet i qetë në varr nëse i prishin teatrin, pse Ndrenikaj i tha burgut hapu për Lalin që ja prishi teatrin?